Tregon Allahu kanë thënë thotë: "Wa idha ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah." Kur ju ka ardhur ndonjë shpallje prej Allahut, kanë thënë na nuk besojna derisa Allahu të na jep ngjajshëm me ata që ja ka pejgamberëve të Allahut. Ta bëjnë pejgamber që kanë mesin ton. Po ashtu kanë thënë: "Wa qalu lawla nuzila hadha al-Qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn 'azim." Ka thënë pse ky Kur'an nuk I ka zbrit një njeri me autoritet me pozit prej dy vendeve kryeqendrave Mekës apo Taifit. Ka pas për qëllim Walid ibn al-Mughira, domthonë I besimtarin, edhe Abu Jahlin, që ka qenë në Mekë. Ka thënë qysh, pse I ka zbrit një njeri domthonë shkret, njeri që ka dvarfën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pse nuk I jep domthonë atyre që kanë pozit, kanë autoritet. Qysh ka mundësi vëllazër Allahu me e zbrit shpalljen edhe me jep udhëzimin pejgamberin njerit më të prish në tyrën e tokës së Abubekrit. Çka do të ndërlidhet me ata që thanë pse Allah disa njerëz nuk I udhëzon? Pse ai Allah e din që ai zemrën nuk e ka tillë që mundet me e pranu një gjatë. Ka zemrën me defekte, me smundje të mëdha. Nuk e ka të përshtatshme. Edhe nuk e don realisht. Siç ta marrim më vonë. Çfarë shikoni këto është shumë me rrafshin praktik. Shikoni njerëz, sidomos edhe këtu ku jetojmë, njerëz që urrejnë fen. Njerëz që irritohen për njerit fetar kur e shohin në rrugë, apo për motrave që janë me mbulesë, apo irritohen për çdo gjë që është fetare, apo që është islame. Pse a themi dikush më pse Allahu nuk po I udhëzon këta njerëz? Pse s'po ja uçon udhëzimin? Çka vëllazër është përgjigje? Sa I zemrën e ka ç'është prishur vëllazër. E ka domosdoshmë aq me defekte, saqë nuk e meriton udhëzimin, Allahu subhanahu wa taala. Çta Allahu e lën gjendje të tillë. Po ashtu shikoni edhe njerëz pa fe, po njerëz ateist, njerëz që dojnë me bë me jetën çka dojnë, me liru frerët, me bë gjunahe, me I pasu epshet, me I përhap domethënë moralitetin gjanat e paturshme në shoqëri, edhe qëllimi është se si domethënë me I bën njerëz që me arritë to. Këta njerëz do të shikoni gjendja e tyre e jashtme tregon se zemrat e tyre, shpirtrat e tyre nuk janë gatshëm me pranu që dijen që e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Me e dasht Allahun, me e pas frikë Allahun. Andaj vëllazër, Allahu domani I ka lënë çka në atë gjendje. Qase për Allahu po thot Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalat. Allahu di më së miri se ku e vendos mesazhin e vet. Allahu e di vëllazër kush siç ka në Kur'an, e din kush janë zullumçar, kush janë njerëz falëndërues, mirënjohës ndaj Allahu subhanahu wa taala. Don Allahu thot do ta marrin këtë ajet edhe në fund atje. Thot Allahu wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd. Thot Allahu kështu ne I sprovojmë disa me disa. Muslimant me jo besimtarët me musliman. Pse thot li yaqulu a haula imanna Allahu alayhim min bainina. Mënyrë që ata jo besimtarët të thonë, a qita janë ata që Allahu subhanahu wa taala I ka dalluar nga mesi jon, çka kanë këta domethënë, pse I ka ngrit, pse Allahu këta me I veçu me udhëzim, që përfundimi pastaj me kanë xheneti, pse neve nuk na ka veçu me një gjatë. Shkon se ju kanë përgjigj vëllazër Allahu. Alaysa Allahu bi'alama bish-shakirin. Pa nuk e di Allahu kush është ai që është mirënjohës ndaj tij. Kush e meriton udhëzimin? Kush e ka zemrën tillë që Allahu do më ambush me udhëzim? Pa vëllazër Allahu e din se përkon I përshtatshëm çka udhëzimi. Andaj sikur ky udhëzim, sikur po do më thon Allahu, do të vendosej në zemrat e zullumçarëve. Në zemrat e njerëzve që e kundërshtojnë fenë Allahut, nuk kishin më e pranuar. E kishin refuzuar, çush edhe kanë refuzuar. Pastaj walau alim Allahu fihim khayran la asma'ahum. Sigur Allahu të dinte diçka, të ta ndonjë të mirë, diçka sa do pak. La asma'ahum do t'i jepte shqisën e dëgjimit, qëllimi është diçka me dëgju ashtu siç duhet ajetet dhe me I pranu. Mirë po shkon apo thot walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Edhe nëse do t'i bënte dëgjonin këshillat e Allahut, kishin me ikë edhe kishin me kthy shpinën. Çfarë pra nuk janë të përshtatshëm. Tha Allahu vëllazër e din mas mirë ti gjendjen e tyre. Tash dikush mundet me thënë Allahu I paska kriju tillë që ata mos me pranu të vërtetën, themi po vëllazër. Për çfarë? Për urësi domethënë të mëdha, që I din Allahu subhanahu wa taala. Pyetja tjetër që vjen tash, rrjedhimisht për kësaj, pse Allahu ja u ka caktuar që ata mos me pas dobi nga argumentet që I lexohen? A është kjo që Allahu ju ka bërë pa drejtësi? Dhe na kthejmë atje në fillim që ta nuk I ka bërë Allahu pa drejtësi. Pse? Se Allahu ta ka dhënë mendjen. Allahu ta ka dhënë çka mundsinë që ti me zgjedh të mirën dhe të keqen. Allahu nuk ka imponu
Allahu ta ka jep dëgjimin, ta ka jep shikimin. Andaj ti ka zbrit librat, ti ka çu pejgambert, kështu që ti nuk ki kur far arsye kur delsh para Allahu subhanahu wa taala. Shqit Allah në Kur'an, li alla yakuna lin-nasi hujjatun 'ala Allahi ba'da ar-rusul. Kur tregon se i ka thënë Allahu pejgamberët si paralajmërues, edhe përgëzues, thot në mënyrë që njerëzit mos të kenë argument kur dalin para Allahu subhanahu wa taala pas dërgimit pejgamberëve. Nuk ka argument vëllazër. Allahu t'i ka jep gjitha. Do të thonë, të ka jep çdo gjë, ta ka mundsuar Allahu që ti me pasu të vërtetën. Ta ka jep mendjen, ta ka jep shikimin, ta ka jep dëgjimin, ta ka jep zemrën, ta ka jep çdo gjë, dëshirën, je i lirë me zgjedh. Mirë, po ti prap do të thonë, nuk e ke marr. Bon, çka ju mungon vëllazër ty, ti e ke dhënë atë nivelin me cilin ti nuk arsyetohesh para Allahut, mirë, pa ata nuk e kanë marr çat bekimin, çat mirësinë prej Allahu subhanahu wa taala. Pse, siç tham theta që çka më herët, nuk janë të denjë për një gjatë tillë. Nuk e meritojnë. Jo pse Allah ju ka bërë pa drejtësi. Tash pyetja që vjen vetvetiu, pse nuk i ka kriju Allahu subhanahu wa taala të denjë që ata me pranu udhëzimin? Themi se Allahu e din që ata nuk bajnë për udhëzim. Nuk bajnë. Nuk e kanë zemrën, nuk e kanë shpirtin. E Allah e di domethënë gjendjen e tyre. Mirë, pa ju ka bërë Allahu pa drejtësi, jo, shkon edhe në mëshirën e Allahut. Allahu e din se ata nuk janë tillë që me meritu udhëzimin, mirë, po ja ka jep mendjen. Ja ka jep gjithë arsisat që me mendua dhe me e zgjedh rrugën e drejtë. Andaj vëllazër, Allahu subhanahu wa taala është Zoti, është krijuesi, edhe për veten e vet thot la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Allahu nuk pyetet për atë që e bën. Njerëzit janë ata që kanë më marrë shka në pyetje. Po siç po thot pejgamberi, madhin fi hukmuk, adlun fi qadak. O Allah, vendimi yt mbi mua zbatohet, gjykimi yt mbi mua është i drejtë.